Ditën e djeshme, Partia Socialiste ka çelur fushatën zgjedhore. Në sheshin Skënderbej ishin të pranishëm të gjithë kandidatët e PS-s për fushatën e 11 majit, të antar dhe simpatizant. Një nga gjërat që ka rënë në sy ishte ulja e kryesocialistit Rama për krah kandidates Kejsi Elezi, e cila është kandidatja më e re e listës së PS, të cilën Rama evidentoi dhe në takimin me gratë si detaj. Kejsi Elezi, kandidate në listën e hapur të Tiranës, është kandidatja më e re e Partisë Socialiste, 20 vjeç, e lindur dhe banuese në Babru. Kryesocialisti Edi Rama, pas çeljes së djeshme të fushatës së Partisë Socialiste në funksion të zgjedhjeve të 11 majit, ka njoftuar se do të zhvillojë ditën e sotme takim me shqiptarët e Italisë në Milano. Mitingu do të zhvillohet në orën 15 dhe 13 prill në Centro Congressi Milano. Duke ndarë një foto të montuar nga salla e takimit në Milano nga era e tij e fundit atje, më 26 maj 2024, Rama shkruan: "Krenar për shqiptarët, shpata luftuese e Partisë Socialiste për këto zgjedhje është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe benefitet që vendi ynë do të përfitojë me futjen e mundshme në Unionin Evropian."